atë vit kur vendosa të vazhdoj për universitetin në dizajnin e modës dhe prej aty kuptova që kjo do të jetë rrugtimi im. Deri tash sa le të themi krijime, sa stilime, sa paraqitje kemi pas? Të dizajnuara nga... Janë bërë disa vite? Po, janë bërë disa vite. Unë vazhdimisht kam punuar, po kam punuar më shumë me costume made, në aspektin e dëshirës të njerëzve, kështu me krijimtarinë time në Fashion Week Skopje, kam marrë pjesë si studente, 3 vite me radhë, dhe kjo ishte sfilata ime e parë personale. Si do ta përshkruaje stilin tënd si dizajnere, në përgjithësi flasim, por dikë ndoshta që do i shef për herë të parë këto stilimet e tua ose thjesht dëshiron ndihmë më tepër mbi ty? Unë mendoj që stili im si një dizajnere është me linja të pastra, të thjeshta, të punuara me dorë dhe që kanë një energji feminiteti elegant. Sepse mendoj në përgjithësi punon me veshje femrash apo jo? Po. E fokusuar kryesisht tek fustanet. Po. Zgjedhja jotja apo elegante më tepër? Po, është më shumë zgjedhja ime. Ato i pëlqej më shumë, ajo më pëlqen, ajo branch. Kur themi fustane elegant, mendojmë për evente, mendoj evente më glamoroze pak a shumë, ose dars, ma hengja, apo në përgjithësi edhe thjesht elegante, le të themi një darkë, apo dikush që e ka thjesht stilin ashtu më po, një femër, një grua ose e veshur nga bajdëshirë, është gjithmonë elegante edhe për një mbrëmje, edhe për një date nate. Kështu që është e guximshme. Nuk është patjetër vetëm në festa. Fustane elegante, më thënë dëshirë zgjedhje jotja, me çfarë preferojmë të punojmë më tepër? Flasim me ngjyrat, me materialet? Po pavarësisht ideja, varsisht skicimi që është ose koleksioni. Nëse ideja është të bëj një skic, pas asaj skice, cila materiale dhe cila ngjyrë më përshtatet, cila formohet më mirë në atë material shkoj. Po sëqyrisht nuk kam ndonjë material të veçantë. Sepse ke pas, besoj, paraqitje ke pas, qoftë si studente, qoftë edhe pasi e bërë, le të themi, brandin tënd, pasi mbarove studimet, qoftë bashkëpunime ke pas, besoj, bashkëpunime, po edhe vetë paraqitje, ke anuar ndoshta me zgjedhjen tënde ndonjë ngjyrë më tepër ose tek ndonjë material, apo siç e ka kërkuar vetë koleksioni ose paraqitja? Jo, siç e ka kërkuar vetë koleksioni, pasi që bëhet një mood board, bëhet një kërkim rreth asaj koleksionit dhe pas asaj shkon deri te ngjyra e cilat ngjyra do t'i përdori, po cilat materiale dhe nuk vjoj nga ajo shumë. Shpjegojmë pak ose i tregojmë pak ndoshta disa nga koleksionet ose të paktën punimet që i ke bërë më dëshirë apo që më qejf le të themi deri tash. Më qejf deri tash i kam bërë këto të fundit, pasi që i kam më të freskëta. Këto që i kishim në Skopje Fashion Week. Po, i kam bërë me një emocion shumë të madh, shumë me dëshirë, çdo ditë punosha me shumë qejf. E kishim pasarelën, koleksionin, më thonë, u shfaq me datë 1 nëntor apo jo? Po. Ditë të shtunë. E shpjegojmë tani pak si erdhi ftesa, si erdhi bashkëpunimi, që nga le të themi procesi i krijimit, që nga frymëzimi edhe deri tek paraqitja modeleve në pasarelë. Po kështu unë fillova të merrem me që doja të krijoja diçka të re, dhe kështu fillova me skicimin, me moodboardin, i bëra dhe doja ta prezantoja këtë diku dhe mënyra më e mirë për të prezantuar ishte në Fashion Week Skopje. Edhe ato më dërguan ftesën dhe kështu që mora pjesë edhe unë. Sa veshje na prezantove? Totalisht ishin 10. Po ashtu fustane? Po ashtu fustane. Çfarë ideja apo le të themi tema, cila ishte koleksionit? Po, koleksioni quhet Earthbound, që është inspiruar nga toka si element druri, rëra, guri, tekstura, pra toka që përcjell një energji të qetë dhe të fortë. Doja ta përcjell atë edhe nëpërmjet fustaneve. E ku i pam pak a shumë le të themi këto frymëzimi, qoftë nga guri, nga rëra, nga besoj degët dhe gjithçka tjetër, si i pam në veshje, si i dalluan? Po, ato i pam më shumë në ngjyra. Më shumë është ngjyra e kaftë, ngjyra e zezë, ngjyra gold.
dhe në detajet të punuara militar, kishte një fustan kadife kaft dhe kështu ishte punuar militar. Materialet që përdoret, cilat? Materialet që përdoret ishin zakonisht mëndafsh, kadife dhe detaje tjera. Sa ko mori gjithë stilimi veshjeve dhe realizimi tyre? Pavarësisht mori një muaj. Një muaj. Ishte e vështirë, kishte ndonjë moment ku mos ta quajmë bllokim, po ndoshta pak më sfidues. Pasi që e bën me qef dhe me shumë pasion diçka, besom që gjitha problemet kalojnë shumë shpejt. Besoj vetë, ke gjetë qetësinë aty vetë, apo jo? Po. Ishte e menduar si koleksion më herët, apo erdhi enkas për Fashion Week Skopje? Jo, ishte e menduar. Ishte e menduar. Ishte e menduar më herët dhe të thash më herët që doja ta shfaqja diku dhe kështu që vendosa të marr pjesë në Fashion Week Skopje. Si u prit? Sepse besoj që ke pas sado pak, jo stres, po ke dashur dish pak a shumë si do pritën nga publiku, po ashtu ke shpresuar besoj që gjithçka të shkojë mirë, siç edhe ka shkuar, se unë kam pa dhe kam dëgjuar që ka qenë vërtet sukses. Po ti si u ndjeve si vetë dizajneri i atij koleksioni? Unë ishte një emocion që nuk mund të përshkruaj me fjalë. Ende jam në atë emocion që isha atë natë, nuk mund të më kaloj. Apo mas ta ka kaluar dhe java, apo jo? Po. Ishte nga publiku patjetër që ka edhe komente pozitive, gjithashtu ka mendoj edhe komente negative me siguri, që nuk i kam dërgjuar, po me siguri ka dikuj që i pëlqen, dikuj që nuk i pëlqen stili, po ajo është thjesht që është çështje shije. Se kemi pasur, po ashtu besoj kemi pasur shoqëri, kemi pasur kolegë, kemi pasur edhe vetë profesionistë të fushës të ftuar, apo jo? Po. Do të di pak ndoshta mbi kritikat, pyetjet më të shpeshta apo komentet që tu bën. Komentet më të shpeshta ishin shumë bukur, që ishin të mahnitura, që e prishin diçka të tillë nga unë. Këto vijat e qarta, elegante, sa njerëz kishim të ftuar gjithsejt apo të pranishëm? Po, bashkë fiks me numër nuk e di, po kisha të drejtë të kem të ftuar mbi 100 veta. Dhe kishte, mendoj. Ishin të ftuar nga ana ime, nga ana e Fashion Weekut, po ashtu kishte edhe gazetar që ishin aty të ftuar. Ke qenë se përmendë që ke qenë edhe më herët në Skopje Fashion Week. Tani si është ajo ndjenja kur ke qenë studente? Çfarë dua të dim pak edhe çfarë ke prezantuar si studente, kurse tash le të themi një profesioniste e formuar me vite karrierë. Po kur kam qenë si studente më shumë je në mbikëqyrjen e profesorëve. Pra ti e ke stilin tënd, e ke temën ti që e zgjedh, po prapë se prapë është në fund profesori që vendosën a do të dalë kjo skicë të realizohet apo nuk do të dalë. Kështu nuk isha ndonjë profesor që do më ndalonte dhe isha plotësisht e lirë. Kisha gjithçka vetë në dorë. Po, gjithçka i kisha vetë në dorë dhe që të doja atë e bëja. Është të vështirë të kesh dikë mbi koklet themi që e ndalë pak a shumë procesin krijues? Po kur je artiste mendoj që është e vështirë. Prandaj kjo është arsyeja që fillova ta bëj brandin tim që të mos të ndjek rregullat që janë. Sa vite po na bëhen me brandin? Me brandin bëhet totalisht 4 vite. 4 vite. Po. Deri tani si shkon? Si është? Qoftë ndjenja, qoftë puna? Është një punë shumë e lodhshme. Të jemi sinqert, po gjithashtu është e bukur, e ka atë bukurinë e vet. Nëse nuk ke pasionin, nëse nuk e ke dëshirën për ta bërë këtë punë, nuk mund ta bësh. E lodhshme besoj sepse kërkohet shumë punë, orë të vona, orë të hershme, sidomos kur i kemi ndoshta edhe ca sezona të caktuara që kërkohet më shumë. Po. Kërkon shumë punë të vështirë, pasi që nuk mund ta planifikosh asnjëherë se si do rrjedhin punët. Ndonjëherë nuk të del materiali se si të duhet ose nuk mund ta gjesh. Çfarë ndodh në këto raste? S'doli materiali, nuk mund ta gjesh, çfarë si do ta kërkosh. Do ta gjesh. Do gjesh zgjidhje. Për çdo gjë mendoj që ka zgjidhje. Po kur punon, kur je aty, vetë del zgjidhja. 4 vite punë, vetë koleksionet të tuat, po ashtu edhe kërkesa nga klientët, apo jo? Po. Si i menaxhojmë kërkesat nga klientët? Janë vetëm kërkesat tyre, apo i ndjekim pak edhe këshillat e tua? Mendoj që gjejmë një balans. Edhe unë i kam limitet e mia, edhe ato e din se kush drejtohen. Dhe
të gjithë vinë me idenë e tyre, patjetër që unë përshtatem me stilit e tyre, që nuk mundem të shkoj vetëm me stilin tim, nëse është për atë e bërë. Dhe gjejmë një mesatare, unë jap këshillat e mia, klienti e pranon dhe kështu që vazhdojmë pastaj. Janë të hapura ndaj pranimit të këshillat? Po. Janë shumë të hapura, kërkojnë shumë ide dhe më pëlqen kjo. Çfarë të lodh më së shumti gjatë procesit të punës? Apo çfarë është më sfiduese? Më sfiduese është, mendoj që a do të dalë produkti mirë në fund. Po, që ti e jep shpirtin, e jep mundin, e jep kohën aty, dhe do të dalë gjithë perfekt. Besoj është rëndësishme tek kjo pjesa me klientë që edhe pse kemi ndoshta zbatojmë dëshirën e tyre, qefin e tyre, por sadokudo në fund dëshirojnë që të vrehet që stili vjen nga dëshira apo jo. Po, edhe përgatitja dhe gjithçka tjetër që vjen nga ti apo jo. Po, patjetër, ka ato detajet e mia që janë në fund. Çfarë janë këto detaje ndoshta që flasim te kjo pjesa me klientët, sepse te koleksionet është më ndryshe, është gjithçka e jotja, gjithçka në dorën tënde, por tek klientët, tek kërkesat e tyre, cilat janë këto detaje që na tregojnë që është bërë nga dëshira? Po fustani është i bërë shumë bukur, është i bërë perfekt, që të mos dallohet që është i kepur, po, deri detajin më të fundit. Dhe gjithmonë kam dëshirë që të shtoj diçka, dhe një punë dore, diçka që të dallohet. Do thoni kemi qef punëdorët. Po. Gjithçka e bën vet apo kemi dhe ndihmë? Momentalisht gjithçka e bëj vet. Po, është pak e vështirë. Është e vështirë. Po, është bagje e vështirë. Pushojmë ndonjëherë? Apo vetëm punë? Më shumë vetëm punë, po. Pushojmë ndonjëherë kur gjejmë ndonjë kohë të lirë. Cilat kohëra apo periudha e kemi pak më të zëna, më busy le të themi? Po mendoj se të gjithë kohërat janë të zëna. Zakonisht është koha e verës, është fluksi më i madh që njerëzit i kërkojnë më shumë veshje, po zakonisht të gjithë kohërat kanë kërkesa. Do thon puna nuk mbaron asnjëherë. Puna nuk mbaron asnjëherë. Si qëndrojmë me trendet, sepse pak a shumë besoj njerëzit si shkojnë trendet, shumica i ndjekin apo jo? Po. Si qëndrojmë me trendet? Po mendoj që i ndjekim trendet, tani që këtë gjë e ka bërë më të lehtë edhe rrjetet sociale. Dhe mendoj që të gjithë janë në trend me gjëra që ndodhin dhe të gjithë të rejat janë të hapura për këtë gjë. E mba një farë balansi ndoshta mes stilit tënd edhe trendeve? Sepse trendet janë gjëra që kalojnë, po. Kurse besoj stili apo brendi yt, domethënë dëshira Karimani, do ngelet. Po mundohem të bëj veshje që edhe nëse kalon trendi, fustani përsëri të jetë në trend edhe pas asaj. Domethënë nuk është që mundohem të bëj një trend që është si për shembull ngjyra e kuqe dhe të gjithë të shkojnë me të kuqe dhe pastaj vitin tjetër të mos jetë. Mendoj secili dizajner e gjen atë identitetin e vet. Atë mesin. Po. Mes dëshirës dhe po ashtu edhe stilit të tyre apo atë që duan të tregojnë. Po patjetër. Çfarë e pret dëshirën deri në fund të këtij viti? Po të shohim. Mendoj që jam në një periudhë ku dua të krijoj shumë gjëra. Dhe pas këtij kreacioni që e bëra, shpresoj të kem dhe besoj që do të kem edhe ndonjë bashkëpunim tjetër ose ndonjë linjë tjetër të re. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Kur themi bashkëpunime, si e kemi fjalën? Bashkëpunime në mod. Bashkëpunime në mod për shembull mund të ketë me ndonjë person, me ndonjë dizajner tjetër që gjithashtu e ndan pasionin e njëjtë me mua. Është vështirë të arrihet bashkëpunimi në fushën e modës? Po mendoj që është pak e vështirë, se të gjithë e kanë stilin e vet dhe identitetin e vet autentik. Deri tash kemi pas? Jo, deri tash nuk kemi pas. Dhe ke ndonjë ide se më kë apo si planifikon ta kemi apo gjithçka ngelet? Jo, nuk kam ndonjë ide, po thjesht jam e hapur për të gjitha bashkëpunimet, po. Besoj duhet gjendet ajo gjua për bashkët e stilit dhe gjithçka tjetër. Po, patjetër, mendoj. Ndonjë ide më të qartë apo plan qoftë për një koleksion apo diçka që po punojmë tashmë, jemi duke punuar apo jemi në një periudhë pak pushimi? Po, tani sa e kam mbaruar koleksioni. Mendoj pastaj do të filloj me përgatitjet e koleksionit pranverë-verë, dhe atëherë
do të lancoj përsëri. Mund na zbulosh pak a shumë se çfarë do na përmbaj ky koleksion ose pak a shumë e dimse? Po përsëri do të mbaj fustana elegant që do të jenë, po do të ndryshoj materiale, do të ndryshoj ngjyrat. E kemi vetë një ide se cilat ngjyra do të jenë pak më in kur jemi tek pranvera dhe vera vitit 2026? Po dihet që do të jenë më shumë ngjyrat më të gjalla, më të freskëta, si e bardha, për shembull si pinku. Ashtu mendoj. Moda, si çdo fushë tjetër, e kërkon mbështetjen, qoftë nga rrethi, nga shoqëria dhe mbështetje në përgjithësi të tjera. Si qëndrojmë në mbështetjen dhe ke pas gjatë rrugtimit të mbështetje të mjaftueshme? Po të mos kisha pasur mbështetje, mendoj që nuk do të isha këtu. Mbështetje gjithmonë kam pasur, pasi që rrethimi i ngushtë din që kam talent, besojnë në aftësitë e mia dhe gjithmonë më kanë përkrahur dhe më kanë thënë që duhet ta vazhdoj të bëj këtë punë. Dhe unë mendoj që jam në rrugën e duhur. Dhe bën më shumë qejf. Po, më shumë qejf. Se kur je vetëm komplet është shumë e vështirë. Po, kështu që mbështetja luan rol të madh. Po, tepër. Vërtet ashtu është. Është e vështirë të gjenden, jetojmë në një vend pak të vogël, këto moda është pak besoj një fushë e kushtueshme, kërkon ato përkushtimin e vet, është e vështirë të gjendemi qoftë me materiale, me ngjyra, me gjithçka që kërkojmë apo e menaxhojmë? Po, mendoj ta menaxhojmë, pasi që unë jetoj në Gostivar dhe Gostivari është një vend i vogël dhe materialet dhe gjërat që mund të gjenda janë të kufizuara. Po këtë gjë e ka bë të lehtë edhe online tash, që mundemi të përsërisim edhe online, edhe në Shkup, edhe në Kosovë. Më thënë kemi kërkesa edhe nga vendet e tjera plot. Po. Po ka. Sepse po i afrohemi fundit, dua të rikthehemi sërish pak tek java që lam pas, më thënë tek vikendi që lam pas, tek Fashion Week Skopje, dua di pak cila ishte veshja jote e preferuar, më thënë krijimi yt i preferuar dhe një nga kujtimet ndoshta që do ngelet me ty nga ky koleksion apo nga kjo natë. Mendoj që nuk mund t'i ndaj veshjet të preferuara. E ti si nëna që i ka fëmijë dhe nuk mund t'i ndaj, edhe unë i kam ashtu veshjet të gjithë. Të gjithë për mua ka një energji të veçantë, një ndjenjë të veçantë se cili fustan. Dhe kështu që nuk mund t'a ndaj, për mua të gjithë janë shumë të bukura. Ndonjë pikë ku duam, sepse përmendëm që do kemi bashkëpunime, do kemi po ashtu diskutohet koleksionin pranverë, kërkesat e klientëve besoj nuk ndalen, siç e cekëm çdo periudhë ka atë kërkesën e vet. Po ndonjë pikë ku duam të arrijm si dizajnere kemi ose ndonjë ëndër le të themi? Po ndonjë pikë tani do të doja që të mos ngelem vetëm një dizajnere e njohur në lokal. Se të mos njihem edhe më gjerë. Do të kisha pas dëshirë të prezentoj koleksionin të mia ndoshta edhe në ndonjë shtet tjetër, si për shembull në Milano ose në Paris. Besoj që do na ndodh. Shpresoj. Siç duket, sepse kemi unë shoh emrin tënd në workshop edhe në shumë gjëra të tjera je e kërkuar, që besoj që do na ndodhë së shpejti. Shpresojmë që të ndodhë ashtu. Si qëndrojmë thua në rajon me modën dhe dua di pak ndonjë këshill apo ndonjë mesazh për ndonjë dizajnere të re? Ne në rajon me modën qëndrojmë, mendoj që shumë mirë jemi duke ecur, se secili dizajner i ri që paraqitet është autentik dhe ka stilin e vet. Dhe jo që i ndjekim trendet, po e ka identitetin e vet. Për shembull, mundesh të njohësh një dizajner që është e din që këtë fustani ka bërë një dizajner tjetër ose kështu me radhë. Po për dizajnerët e ri që duan të futen në këtë rrugë, unë si personalisht do kisha sugjeruar që të kenë shumë durim, të punojnë fort dhe të mos ndalojnë dhe të jenë autentik me veten e vet, të jenë të drejtë me veten e vet, kështu që mund të arrihet gjithçka. Shumë mesazh i bukur, të kenë durim besoj, ëh? Po, durimi është mbi gjitha. Unë falenderoj shumë e dashur, vërtet bisedë shumë e këndshme, edhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera biseda, edhe po ashtu mbi të tjera evente që mezi pres dhe t'i shikoj dhe t'i shijoj koleksionin që do na sjellësh. Faleminderit shumë, Artemisa, Kinaci ishte imja, do të ftoj për koleksione tjera të radhës. Mezi presim, të falenderoj shumë edhe një herë. Faleminderit edhe ty. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes edhe për sot, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, një rishimi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëpafshim.